Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Selanik, unë do të hap ditaren për një zonjë, quhet Elvira, e cila prej 36 viteve jeton në shtetin grek. Në fakt Elvira nuk ka një histori për të treguar apo për të denoncuar dikë apo për të kërkuar ndihmë. Ajo vetëm përpara disa ditëve ka parë kushurirën e saj në një live me Odetën, konkretisht Kristina Kovaçi, një vajzë e cila ishte në kërkim të babait të saj, një shtetas grek që kërkonte ta i gjente. Por Kristina rrëfeu jetën e saj dhe padyshim e përmendi zonjën Elvira teksa rrëfeu jetën e saj. Çfarë ka thënë Kristina përpara disa ditëve këtu në live me Odetën, e ndjekim në këtë klip të shkurtër dhe rikthehemi për të shkuar në Selanik. Mami jem, kur ka lam burrin e parë, vajzën e madhe e ka pasrit gjyshja. Mami jem nuk ka pas shtëpi. Njerëzit e vetë se kanë dashë, përzeshin, rritën na për shoqe. Edhe motrën e madhe e ka rritë do me thanë gjyshja. Rritët e vajza dajës vetë atjen mamurës, aty një shoqe i bank të babin tem. Unë kam linë Greqi, babën e kam grek, unë kam qenë e vogël zdi, dhe me thënë jam rritë me mamin. Dhe sa ishte mami gjallë e kam kërku nuk e gjesha. Unë kam pas gjetë sa letra që thote mami këta miruj se ku ka pas batë celebrimin në Greqi që janë dhanat, kupton? Po, ma ta letra unë shkova të kja kushurina mamit, të kja Elvira. Po. E gjeta. Dhe thot kush je ti? I them jam vajza monde. Thot po ti që ke rrit Kristina, mashallah, ne po ne hap historinë e mamit kja, po unë nuk i tregoj gjatë se mami më ka tregu kështu se tash, po ti tregoj kësaj, se që më ka thënë mami mu s'do më tregoj se ku është babi, kupton? Se mami pa thënë veç aja e din se ku ndodhet baba jo, se ma ata e kam lënë dhe kam ikë, thote. Por ajo çfarë të tregoi atë ditë? Aja majti në shtëpi, e kishte burrin grek Policki, a ishte martu, edhe nejta në shtëpita aja, të më tregu historitë e mamit e kështu nuk di gjatë, thashun që keni baju, ku keni qanë të reja, po mami mu më ka fol fjalë të mira për ty, kupton, se unë kisha hallin për me gjetë babi, se shë mi thënë ka thënë mami kështu ashtu. Kam net një afta aja thote gjana tjera, kupton, nuk thote gjana që më kishte tregu mami mu, se pranote, unë thosha zdi gjanë, se që keni bëju, mu mami se më ka fol keq për ty, thosha kësajt, e kupton. Foli keq për nënën tënde, do më thënë çfarë të tregoj? Po, jo, nana jote ka qanë nevrike, këshu, normal, unë iva keq, po veç në gjosha. Pra, ajo të tregoj që shkaku i divorcit ishte nëna juaj, se ishte nevrike dhe kjo ishte arsye. Po, që ka qanë e keqe nana jote, ma bani këte, ma bani ate, po unë su nisha, se s'kisha ku me shku, sa ty ishte mështetja ku me netu, na i të kuptu. Nëse babaj do ta kishe si që më ke mua për balë, qa do i thoshe? I thoshe, unë me marrë letrat me Odeta, pashallah, unë e sa gjallë e maj vetë, unë i thosha ku isha ti baba, do marrë Shqiprit maj unë të shpia se kam shpin, të lash për jo, thote, nuk vilna ne zdi, a i të kuptu, a di sa keq unë ka ardhë mu, kur e kam blenë, si thosha, ama zë, si s'kam mundësi, të kem letra, të kem shpia, laje, shplaj vetë, i bajzmet vetë, po s'kisha qa me ba. E dëgjuam Kristinën, e cila rrëfeu momentet vështira të jetës së saj dhe është në kërkim të babait, por mbi të gjitha, ajo tregoi se zonja Elvira ishte kushurira e nënës, e cila ishte dhe shkaktarja e divorcit të tyre. Elvira është prekur nga e gjithë kjo histori teksa e ka dëgjuar dhe kërkon sot që të hyjë këtu në live me Odetën për t'i dhënë një përgjigje Kristinës, por padyshim unë do t'i kërkoj që ajo të bëhet pjesë e stafit ton të na ndihmojë që të gjejmë babain e Kristinës, se mbi gjithçka sherrë, mërira, mërzitje, ajo që është më rëndësishme është që misioni ta çojmë deri në fund për të gjetur babain e kësaj vajze. Kështu që është e irrituar Elvira, unë do hap dritaren dhe do e përshëndes me një herë. Elvira, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeti? Gëzojmë që folëm bashkë, duroj sukses. Edhe unë gëzojmë shumë që më more. Unë jam ajo Elvira që të lafosi ajo trupa nga Kristina. Trupës të alët me Kristina. Unë Kristinën e kam lënë shumë të vogël. Po thoj Kristinës, mua të mos më baj në përgojë, se unë ato që kam bërë unë, mua e nëne asaj.
më ka vjedhur lekët, më ka marrë pasaportën, më ka lënë në rrugë, sa unë nuk e një fare, po ne jemi njojtur rastësisht, dhe kur e pa portofolin me lek, më mori, më tha, po ti tha pse duhet të rish në këta, se ne punonim kur erdhëm atere, punuam në ca Turq, edhe punonim në për Turqit, e ke parasysh tash qa po të them. Unë kam 2 vajza, e unë vajza time, unë ja kam një çup në allos këtuja, të ta shikosh, përshëndetje të. Përshëndetje, si jeni? Gëzohem. Unë e kam çup në allos edhe këtë dhe e kam marrë këtu dhe e kam futur në punë. Unë i kam ndihmuar të njerëzit. Kur erdhi Kristina këtuja, unë e kam futur në shtëpi, nuk e kam sjellur. Unë jam e martuar, unë kam 2 vajza, unë jam 5 herë gjyshe. Po, thoj Kristinës, t'ja bëj biografinë të jemës, njërë dhe nuk është martuar 2 herë jema, po është martuar dhe kur erdi në koha që më mori lekët mua, dhe më tha që do t'jap dhe Florintë dhe, se unë meresha me tregti ta marrësh vesh, ti me një këtu në Greqi dhe shisja në Shqipëri. Po. Edhe si përfundim, më gjeti kjo mua, e tha nga Shqipëria, unë nuk e një në realitet, vetëm nga tiparet që ngjiste me hallën time në Korçë. Po. E më tha shumë, më tha, ma kjo pengaj, më tha, ma nga Korça, i tha shumë, po ti nga Lezhë, më thot mua. Po, i tha shumë, të ke në Korçë, edhe zuri emrin e babai tim në gojë. I tha shumë, po mua me një, jo, tha, nuk të njo, thash, unë nuk të njo, i tha shumë, po unë jam qupe filanit, i thash. Tha, po ti e qupe dajos time, fillovi, po më zinte allot në gojë, se këshu unë njëtë, nuk kemi pasur yre dalje, se ashtu kanë qënë në rethanat me allon tonë. Me t'jemën e kësaj. Po, sepse, e dashur Elvira, Kristina më tregoi që nënën time e kanë dëbuar në Nadaja. Ja, edhe unë, kur më mori robet, kjo më mori një makinë të madhe me robe, me frigorifer, me stofa, bataniet me roba që i kisha mbushur për t'ikur në Shqipëri, dhe më tha mua kjo, tha do vishta te unë, tha, edhe pasaj tha të nisesh për në Shqipëri. Kjo, mi mori lekët më tha do regulon të shpinja lava, ja lyeva, ja bera, si qupe hallo, se duhet të kesh besim në qupe hallos, që do me thënë që ty është në një njërësit tëndë, duhet të kesh besim. E dashur Elvira, Kristina tregoi që ju ishit shkaktarja e ndarjes së nënës me babajnë e saj grek, duke i thënë se ajo Jo. Shqipëri. Ta thot motra ty, ta them unë. Kjo na solli një burr nga Laçja, nuk e di nga ishte ai, dhe më tha mua, thuaj tha për këtë tha që është Jashari. Unë Jashari, e kam djallë në allos, Jasharin e njëja, po këtë nuk e njëja. Fare. I thashun, po si të them unë, i thashun që kjo është Jashari. Kur unë nuk e njoj Jasharin se kush është, nesër mund takojsh e ajo erdhi dhe që ta pushtonja unë atë qunin. Si pushto kam unë burin e botës? Pasaj më ajo më mori, më shpori në në... Elvira, ti thuaj që ajo solli një burr nga Laçi dhe ja prezantoi burrit të saj grek kur ishte vllai, Jashari. Po, Jashari. Dhe të detyroi që ta pranoje, po, e kuptoj. Bravo. Tua që ky është Jashari, po si të them unë që është Jashari ajo? Duke me ditur unë nesër ajo do vinte dhe më theshte, sa unë kam qenë e martuar, e ke parasysh, unë kam qenë me burrë, si do hap një unë gjëra të këtilla, unë i thash mi e plekët, mi e Florinte që më more, i thash unë se jam për të nisur në Shqipëri, ajo më mori që nga Nausa, më solli në Selanik dhe më ka lënë në mes të rrugës, më mori pasaportën, më mbajti robet, më mbajti të gjitha. Pse sot Kristina sa e ka torturuar e jema atë dhe nxirte në rrugë çupën. Këto të thonë ty ato. Jo të merren me mua, se unë jam grua me taban dhe kam rritur 2 çupa që i kam syje. Në rregull? E dashur Elvira, më dëgjoj, ta them me shumë sinqeritet. Kristina hyri Më falë se ti i the kështu asaj, që si ka mundësi çupe dajos ja bëj këtë, ne nuk e kemi racën të atillë të keqen motra. Po të pyesësh si për racën tonë, çfarë racë kemi? Ne kemi racën me taban, pa ajo që një copë plerë.
I coplere që ajte. Sa ajo ka vdekur, mos flasim për të vdekur. Uj, lëshoftë, ato që më beri mua, ka marrë baban tim, unë vëllan tim, njerëzit e mi, se mua ma hapi nami shumë të këqia jo. Ka erdhur babaj tim këtu dhe i kemi vajtur tjetrit në shtëpi. Edhe vllai tim, se të njerëzit tim din greqisht, dhe i thanë, trego të vërtetën, ajo ja kishte vidhur të tëra ati dhe unë ngrit edhe iku. Po pse u nda me burrin? Pra pse Kristina nuk e një babajin e saj? Unë nuk ishte e faj Kristinës, ajo është fëmijë, i ka qenë fëmijë, në rregull. Unë nuk kam punë me atë, se ajo ka qenë fëmijë. Unë e lanja dhe e shplanja Kristinën, ja lanja bytën Kristinës. Se nuk ishte as për fëmijë nuk ishte ajo, të losh pak, se unë nuk ndenja shumë, unë i kam. Po e kam llafin që Kristina ti diskutoj mos dëgjoj llafet e nënës të saj, apo të dëgjoj, unë ja kam hapur derën, unë jam martuar këtu me grek në Greqi, edhe unë ja kam hapur derën Kristinës. Pse nuk i bëra të keqe unë Kristinës, me qenë se unë kam qenë kaq e keqe. Edhe kaq e kam të njerëz. Elvira, nuk dua të mbroj Kristinën, se nuk e njoh, por Kristina tekstualisht më tha: vajta, më hapi derën, jetova tek Elvira, më mbrojti nga të gjithë personat që doni të më ngacmonin, ajo nuk e mohoi këtë gjë. Ajo rretheu një histori që ja kishte treguar nëna dhe gjithë qëllimi që ajo ishte në live modetën ishte të gjente babain grek. Më fal. Babai i saj nuk ka patur as shtëpi, as pasuri si që të tha, ata rinin me çadra, e motre ti ka patur shtëpi dhe këta rinin derë më derë. Edhe mos thot që jo ja e ngri Aleksandra, po ja e ngri ato. Juve i keni njerëzit atje, shkoni, mësojni, edhe pasaj dil këtu dhe më thua Elvira e ke shumë gabim. Elvira, ju e dini historinë e prindërve të Kristinës, si janë lidhur ata dhe si janë ndarë, për çfarë motivi? Jo, nuk e di. Ajo ka erdhur këtu me njerëz të huaj këtu në Greqi, siç di dhe këtu. Nuk është njojtur as me çupën e xhaxhait tim që kam në Mamuras, që tha ri në Mamuras, e ka shumë histori ajo femër si femër. Në rregull. E din të tëra, unë kam çupat e hallos këtu, unë kam 7 hallo dhe 5 xhaxhallarë. Atë nuk e fut një në shtëpi, ajo nuk futeshe në shtëpi. Është shumë e tininin. Ne nuk asnjë nuk e fuste në shtëpi atë. E vërtet. Në rregull, asnjë nuk e fuste në shtëpi. Thoj të bijës, ja kanë prerë damarët, ka një çupë me një burr nga, si i thona nga Pierime, që ja previ damarët, ajo edhe e futi poshtë krevatit dhe e shpëtovi çupka që ka në Athinë, që e ka rritur i shoqi që ishte martuar në Sarandë. Biri njërë muhabetin asaj që të thotë kam vetëm një motër. Jo me jo se janë 3 çupa ato. Por çfarë kishte bërë Raimonda që nuk e qastit ju në shtëpi? Raimonda ka qenë e ikur, ja ku e kam çup në hallos le të llafosë. Ajo vetëm ikte nga shtëpia dhe për hallën time se ishte që mos më kam me këtë baba, po kam baba tjetër. Japte nam të jemës. Kur ka erdhur Kristina në mua qantet, ke qenë tezja dhe mam të riste teze, sa më ke mua këtu i thashun, do qëndrosh këtu. Edhe për babani që ta trupa time e kam shpenun në pazari, edhe i kam gjetur avokat që të bënte kartat dhe të bënte kartat Kristina. Po ngrit dhe iku në Athinë. Iku në Athinë dhe ku vajti? Dhe më thye prap këtu, prap e puta në shtëpi, sa më tha buri mua. Më i tha çfarë është shtëpia ime tha? Ik njëta, ajde njëta, dhe kishte shumë të drejtë. Kristina ruan respekt për ju dhe e tregoi ngjarjen që kur vajta në Selanik, Elvira më mbajti dhe Elvira më ndihmoi të gjeja babain. Kristina të lomposta edhe prap të vi Kristina, unë jap derën se unë e kam vesë. Ajo quhet në vesë për mua. E dashur Elvira, unë e kuptoj që je mërzitur nga gjithë kjo histori, bëre mirë që reagove, që zërivaj të dëgjohet, por dua të pyes. E dashur Elvira, Kristina, gjithë qëllimi i Kristinës që hyri në live modetën ishte të rigjente babain e saj. Kristina po mos i shpinte lek të jemës të thot realitetin aty. Të thot realitetin. Kristina kur ikte në Kosovë që më tregonte çupka dhe qante, teze tha jam edhur nga kati 2, tha jam edhur tha dhe nuk ik nga dot nga kembët. Në rregull.
Unë e kam mbajtur, si qupa time kam 2, thash ti e treta, unë 2 të mbaj, ama po ti ishte jo temë gjallë, do t'i bënja atë që nuk ja priste mendja. Se më mori tërë ato para, më mori tërë ato florinjë, që më mori dhe një makinë të madhe me robe që unë meresha me tregti, që ato ishin para. Në regu. Dhe kur e takovi vllai tim dhe xhaxhaica time në tren, i tha, merrni çfarë të doni. Po ti tha, ku t'ja tregon këto robe, tha çupës, robet e çupës më tregon mua ti tha xhaxhaica ime nga sheqerasi. Unë kam qenë martuar me të dhëndrin e Tonin Toshanës, buri tim, ai që më ka vdekur, kanë qenë ndjem xhaxhallarësh. Unë kam qenë E ke humbur bashkëpunën e parë. Po më bërë edhe isha me të dhëndrin e Tonin Toshanës që këndonte, ishte buri tim familja xhallarësh. Edhe të kam thënë të thash shumë gabime flasin, po megjithatë s'ka gjë kushdo për vete. Unë e kuptoj që je prekur, por ta them me sinqeritet. Gjithë qëllimi i Kristinës ishte të gjente babain e saj, sepse ajo kishte humbur çdo lloj kontakti. Jo këtu, ajo e gjeti baban e saj, se une e adresova që të shkonte të babaja e saj, kam takuar me allon e saja në pazari këtuja, dhe do t'ja bënja dhe kartat. Ja në të gjenje 2 fëmijë që ka mos i kenë. Unë do t'ja bënja dhe kartat, se do t'i gjeta avokat të bënte kartat, unë do t'ja jepja lekat, pa jo ngrit e iku në Athinë. Pa pyetur mua, ka ikur e Kristina në Athinë, pa pyetur mua. Por ajo që dua të kërkoj sot, duke ditur që ti jeton aty në atë zonë, ndoshta si një teze e Kristinës, sepse the e quaj mbes, pavarësisht se s'ke pasur kontakte të mira me nënën e saj të ndjer me Raimondën. Mund të na ndihmosh, është gjallë apo jo babai i Kristinës? Jo këtu, unë në pazar vete, sepse unë i zbej me burin, unë po pash ndonjë kasoj i tia, pse mos e ndihmoj? Pse mos e ndihmoj? Bravo. Ne jemi njerëz që gjithë ashtu, po që të them ordeta me shpirt, jam vrap të kisha e Laçit, më vraftë, në qoftë se mua ajo nuk më mori e katomirja, edhe lekët nuk mi kthevi më mori robet, vodhi dhe që kishte për të vjedhur në njerëzit e burit, do t'i marrësh në telefon, do fotësh një njeri të flasë greqisht dhe të lafosin për atë femër çfarë do thonë dhe çfarë do thonë për mua. Që unë kam ikur, më mori parat, më mori florinët, më mori të gjitha. Elvira, ajo ka vdekur, nuk marrin dot një përgjigje tashmë. Raimonda është larguar nga ky jetë. Unë kam shumë çupallosh. Unë thash, unë kam marrë çupallos e kam futur në punë këtu. Unë jam njeri që ndihmoj njerëz, kam ndihmuar dhe do ndihmoj njerëz, me atë mundësi që kam. Bravo. Ama jo me në këtë mënyra të tilla që i bëjnë atë. Kristina ka qenë e vogël, e jam apo mos shpinte lekë Kristina nga Kosova, ajo i theshte llafin e fundit Kristinës, do t'i thuash Kristinës. Çfarë ke llafosur thoi me tezën tënde që i theshte. Çfarë do tash Kristina? Kristina valë kur unë e kam ndarë nga i shoqi, që ajo ishte plak, ishte buri madh, që unë e kam burin si dritë, unë e kam ta shikosh burin tim, nuk shikohet njerëz më i bukur mbrapa se përpara. E dashur Elvira, unë të falenderoj që ti në radhë të parë do ndihmosh Kristinën për t'i gjetur babain. Dëshiron ti përcjellësh një mesazh Kristinës? Unë Kristinën e dua shumë, se ja kam larë me nderbythën, po që të matet kur të flasë dhe të di realitetin. Gjithsesi, ajo është e pafajshme në të gjithë të histori. Ajo rrëtheu atë që dinte, ruante një respekt për ty, kështu që mos ja merr për keq Kristinës. Jo. Unë Kristinën e kam mbajtur si goca time. Me cigare, me kafe, me halal tiket, se nuk kujtohen këto gjëra. Por ajo nuk e ka mohuar. E dashur Elvira, ajo nuk e ka mohuar këtë gjë. Nuk e ka mohuar asnjëherë. Jo, mua me erdhi rendë se i tej çupet, ajo s'ja bëj këteja, ne nuk kemi nga ato të keqen motra. Absolutisht, ti po e tregon versionin tënd, mua vjen keq që ka ndodhur kjo gjë mes teje dhe Raimondës, por më the që ke shumë vite, sa vite tu bë që jeton aty në Selanik? Unë jam 36 vjet këtuja. 36 vite që jeton Selanik. Po. Sa fëmijë ke me bashortin grek? 2 goca, jam 5 gjyshe. Po nga martesa e parë, me të ndjerin sa kje?
2 gocat kisha unë nga martesë e parë, po jam martuar me burrin e dytë, nuk kam fëmijë të dytë. A, nuk ke fëmijë të dytë, ke vetëm 2 vajza nga martesa. Je. Je lumtur. Ma ka marrë gocën për sipër, gocën e vogël e ka marrë për sipër. Bashorti. I ka dhënë embrin e tia dhe mbiemrin e tia. A, e ka birësuar. E ka birësuar. E qartë, do me thënë, nuk është njerëk, por është baba i birësu, se ka birësuar me letra. Baba. Gocat jetojnë aty? Jetojnë aty gocat? Oriste? Gocat jetojnë aty? Goca e vogël jeton me mua. Je lumtur. Jam shumë e lumtur. Por si u njohë me shtetasin grek? Unë, Odeta, kam kaluar kancer edhe jam shumë e sëmurën. Më vin ka ke... Edhe më kanë zirë në kemp, më kanë zirë 80% që marrë këtuja. Edhe jam mërzitur jashtë mase, edhe ajo mërzitja më beri që unë të marrë në telefon dhe të thesha, Odeta, të maten kur flasin. Po me gjithë atë, unë nuk i vej gjë asaj se ajo ka qenë fëmijë dhe nuk di gjë. A je mirë me shëndet? Ashtu, Odeta, ashtu. Je diagnostikuar me kancer ku? Me kancer, më hoqën 1 metër zorën e trashë edhe mitrën. Të shkuara dhe forca për t'ja dalë. Rosh, Odeta. Qofshe lumtur edhe ti me familjen tënde të përshëndes edhe unë të njërë. përshëndes. Edhe që do t'i thuash Kristina se unë e kisha në Facebook, po i ka hequr të tëra dhe nuk arrita do të flas me asnjë. Unë do lidhe me Kristinën, do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, uroj dhe shpresoj që t'i lëmë më rirat me njanë dhe ta bëjmë të lumtur Kristinën, që ajo të gjej babaj. Ua, me gjithë qef, unë isha Allah bet ajo të bashkohet me tjatin, se jema e ka bërë një lemç, që nuk mbështillet ai lemçi, po është bërë për sëmbrapsi, është bërë kotka. E ka bërë fëmijën e saja, shpreh pasaj pas të tjerëve. Kështu që do mbetemi në kontakt të shkuara dhe të përqafoj nga Tirana, Elvira. Mirupafshim. Ciao. Faleminderit Odeta, faleminderit që më ngritë telefonin. Të lutem, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, uroj dhe shpresoj që zonja Elvira të na ndihmojë për gjetjen e babait këtij shtetasi grek, babait të Kristina Kovacit, dhe kjo vajzë të jetë e lumtur të bashkohet sërish me babain e saj në Selanik. Mirë, do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për të prezantuar një tjetër histori. Në këtë momente ne do të shkojmë në Pogradec, do të hap dritaren për një djalë të ri, i quhet Bertan, i cili ditën e sotme kërkon diçka. Këtu do t'a bëj publike në live me Odetën, është duke na pritur Bertani, hap dritaren dhe përshëndes. Bertan, përshëndetje. Përshëndetje. Si je me shëndet? Mirë, si je? Në fakt e lexova mesazhin tuaj, më shkruajtët në adresën time në Facebook. Jemi të dy së bashku dhe me thënë të drejtën më shkruajtë që kemi folur dhe herë të tjera, por unë nuk e kujtoj mirë rastin. Ju keni probleme shëndetin? Po, jam i smur. Kam 25 vit po bëj që jam i smur, jam bërë operim. Nga se vuani, nga se jeni diagnostikuar? Nuk e mbaj me diagnozën, po jam bërë operim, jam bërë 2 herë, kam ndryrje do me thonë në legenin. Keni probleme me kockat? Me kockat e legenin. 20 vite që keni këtë lloj problemi? Po. Por ju ecni? Eci për mysë, do me thonë asë nuk ngrijem do që të ngrijem në kam. Në çfarë vendi jetoni? Në Velçan. Të kujt qyteti? Pogradecit. Në një fshat të Pogradecit, jetoni me kë? Me prindri. Më falë që të pyes sa vjeç jeni? Mami më baba. Sa vjeç jeni? 43 vjeç. 43 vjeç. Jeton me nënën dhe me babaj, nuk e krijuar familje, me sa po kuptoj. Jo, gjë tani jo. I dashur Bertan, mund të më tregosh si lindi sëmundja në trupin tënd, sa vjeç ke qenë, çfarë ndjeve fillimisht? Tani unë fillimisht unë ndiva dhimbje në, do me thonë, kup gjurit, Po. Edhe romatizma, do me thonë më zapi romatizma dhe më qarkullonte në përkyqet e duarve, në shpatullat, në këmbët, do me thonë nuk më linte të. Por, ju keni bërë... Dhe kam qenë në për doktorët, tani ata më kanë bërë operim, më bërë në Durrës. Ju keni bërë në qytetin e Durrësit operacion?
Po, Keni bërë 2 herë operacion? 2 herë, më të dyja kam. Por çfarë? Brenda vit. Keni vendosur pllaka në trup, domethënë çfarë operacioni keni bërë? Tani hekura janë ato brenda, nuk e di se çfarë shufra hekur. Ju kanë vendosur shufra hekuri, por operacionet kanë shkuar me sukses? Me sukses të dyja, po domethënë nga që s'kam bërë lëvizje dhe janë bllokuar. Por tani çfarë ndryrje tjetër duhet? Po duhet tani që duhet t'i heq ato, më kanë thonë që duhet t'i kishe hequr para 10 vitësh. I ke mbajtur shumë në. Sepse shufrat e hekurit që ti ke vendosur në trup kanë kaluar kohën dhe ti duhet t'i heqësh. Po duhet t'i heqësh, duhet bësh ndryrje prapë. Por pse nuk e ke bërë këtë ndryrje? Ose s'kemi domethënë gjendje ekonomike. Në shtet këto papagesë nuk bëhen? Dhe në shtet domethënë do të paguash se nuk bën papagesë. I dashur Bertan, unë mund të lidhem me spitalin ushtarak, është spitali më i mirë tek ne i cili i bën këto lloj ndryrje dhe mund të jetë dhe papagesë për të ndihmuar, sepse nëse ti do shkosh në privat është e kuptueshme që kostoja është e madhe. Po. Por ti japin kërkoj ndihmën tuaj që të lidhemi me një doktor, si mund të bëhem. Ju keni Kërkoj ndihmën tuaj. E kuptoj, ju keni dhimbje? Kam dhimbje, s'unë flas, gjumë, as të eci, asgjë. Kush kujdeset për ty? Prindrit, po ata janë shumë më e madhe. Blertan, më vjen shumë keq për ty se je shumë i ri dhe kërkom ndihmë për këtë operacion, sepse ka kaluar një kohë shumë e madhe e atyre pllakave që janë vendosur në trupin tënd që duhen hequr, pra ato duhen hequr dhe të zvendësohen me të reja, besoj. Tani nuk e di doktori, po kam llafin që duhet një ndërhyrje duhet se s'bën. Por mjeku çfarë të tha, domethënë, që të ma shpjegosh, që ka ardhur koha që këto shufra ti heqësh dhe ti zvendësosh me të reja. Ti zvendësosh me të reja të bësh ndërhyrje tjetër, nuk duhet t'i lënsh më se kanë zënë domethënë misha, nuk e di. Kjo rrezikon. Që kam dhimbje shumë. Kjo rrezikon jetën? Po tjetër. Ne s'kemi mundësi, domethënë gjendje ekonomike dhe kërkojmë ndihmën tuaj. Ju jetoni vetëm me nënën dhe babain, motra dhe vëllezër keni? Kemi, po janë domethënë të larguar, janë të martuar, nuk janë. E qartë, nuk jetojnë aty në Pogradec dhe sido që t'jetë, Jo. duan të bëjnë më të mirën për ty, por ndoshta mundësia e tyre nuk është e madhe për të ndihmuar. Mundësia e tyre për familjen e tyre nuk mund. Blertan, si Ne kërkojmë ndihmën tuaj. është një ditë e jote aty në fshat? Dal, domethënë me patericë dal këtu. Te baqe për jashtë. Arri 1 orë, 2 orë dhe vi prapë brenda, çfarë të bëj? Nëse ti nuk e ke patericën, nuk mund të ecësh dot. Jo, fare. Me patericë ai. Për mysh, të su më ngrijem, domethënë që të ngrijem drejt. Lëvizja juaj është e kufizuar, me sa kuptoj unë. Kufizuar, domethënë legeni nuk më le të ngrijem, domethënë. Kjo t'i jep dhimbje në shpinë, në trup. Po. Por ju pini medikamente për qetësuar dhimbjen, padyshim, se dhimbjet janë të dhaja, por që sa vite u bë që ti duhet i kishe hequr këto pllaka? Tani ai që kur i vuri, domethënë durrës që u bëra operimin, më tha mua duhet të bësh fizioterapi dhe do të shkosh goxha tha me këto, domethënë gjatë. Unë nga që s'bëra fizioterapi dhe janë bllokuar, Do të nuk kanë tani nuk shkuar mirë. bllokuar. Sa vjeç ke qenë Blertan kur bëre operacionin e parë? Sa vjeç ke qenë? Ke qenë i ri, besoj. Në 99, 2000. Në vitin 1999-2000 ke bërë operacionet, që i bie përpara 26 viteve, ke qenë shumë i ri. Po, pra, na i them që i bie shumë gjatë, duhet që bërë një ndryrje, se s'do. Por dua të të bëj një pyetje të sinqertë. Je munduar të lidhesh me doktorët e spitalit ushtarak që bëjnë këto ndryrje? Po jam munduar, kam vajtur te një doktor, domethënë ishte nga Maqedonia ai, bisedova dhe me të, ai thoshte leqeja ishte privat, vetë shumë shtrenjtë këtu. E qartë, unë ta thash dhe pak më parë që në për spitale private këto gjëra kushtojnë, por falë zotit ne kemi edhe spitale shtetërore. Ju në Durrës kur e bët operacionin e bët në spital shtetëror? Po patjetër.
Nuk paguat para. Jo, kam paguar, dhe atëre kam paguar 80.000 për një herë. Kam. Ke paguar për dëshirën tënde që i ke dhënë mjekut, apo ke bler pllakën? Ikut, nuk e di se çka bërë doktori me pllakat. Mirë, gjithsesi është tjetër Se si gjë ka që thirrë. çfarë i jep ti vet doktori dhe kjo nuk është e lejueshme, por në spital është pa pagesë. Prandaj po të them, me spitalin shtetëror këtu në Shqipëri e lidhur, këtu në Tiranë, sepse në Maqedoni sigurisht që është kosto për ty. Në shtetëror jo. Nuk kam vajtur deri tani. Ndaj po them që dua ndihmën tuaj që të lidhem me një doktor që të bëhe. Dhe ky hap duhet bërë sa më shpejt. Ky hap duhet bërë sa më shpejt, i dashur Blertan, ndoshta të dy së bashku mund ta bëjmë këtë gjë, që të flasësh me mjekët të spitali ushtarak janë mjekët më të mirë që ne kemi. Të gjithë mjekët janë të mirë, padyshim janë të zotë, por mjekët e spitalit ushtarak janë shumë herë më të specializuar dhe jam e sigurt që po të flasim, të lësh një takim, ata të bëjnë një vizitë, të shikojnë situatën, vendosin për operacionin dhe kjo gjë mund të ishte bërë fare kollaj dhe nuk e pse e lë kaq shumë kohë të vuash dhimbjet, të jetosh i izoluar aty në shtëpi me lëvizje të kufizuara për shkak të dhimbjeve, ku këtë operacion mund ta kishe bërë pa pagesë. Po nuk e di se as ku drejtohem. Kupton, nuk e di se si doktor të kap. Kam vajtur në Pogradec që kam bërë vizita të gjitha, Pogradeci thotë nuk ka domethënë doktor për këtë punë që të çoj diku Doktor, mjekët e Pogradecit nuk të kanë orientuar, e qartë. Nuk të kanë orientuar qartë, besoj, por gjithsesi unë e kuptoj që ti je i vetëm aty. Prindrit janë një moshë madhore, nuk mund të lëvizin dot dhe të kujdesen për ty, ti je i vetëm me probleme i sëmur, nuk lëviz dot dhe e kuptoj dhe mundësinë. Jo të gjithë njerëzit e kanë mundësinë, kështu që të kuptoj për këtë pjesë. Por gjithsesi, do m'japësh kohë që të lidhemi me mjekët. Unë njoh disa mjekë të spitali ushtarak që janë të shkëlqyer dhe merren enkas me këtë lloj operacione dhe nëse ata e marrin përsipër shikoj situatën tënde dhe e bëjnë operacionin, do ishte gjëja më e mirë realisht për ty, dhe do mbëj shumë qefi që të vinte ajo ditë sa më shpejt që ti ta krye këtë operacion që e ke të domosdoshëm. Inshallah, Zoti përpara atë. Çfarë bë? Dhe them, ju lutem, më interesoj. E qartë, duhet të interesohemi. Nuk kam mundësi. Të kuptoj. Nuk kam nga ndihma ekonomike. Ne. E kuptoj, nëse spitali nuk ka gjendje të tyre plakave. Ju lutem, në ndihmo. I dashur Blertan, do dëshiroja që ditën e sotme të përcjellje një mesazh, kushtet në të cilat ndodhesh janë vërtet të dhimbshme dhe arsyeja që ti kërkove të ishe me mua ishte pikërisht ndihma jon për të lidhur me një mjek dhe për të marrë përsipër këtë operacion që dhe ti le të ecësh lirshëm. Kush është mesazhi që do përcjellje sot? Ju lutem të më ndihmoni sa do pak, ose një doktor që e dëgjon këtu, e mundur që të eci dhe unë si gjithë tjere. Që në moshën e re, ti e kufizuar me të ecrën. Në këtë moshë të rri branda. Është e kuptueshme. Ju lutem na ndihmoni. Dhe mua vjen shumë keq që i ri ke pasur këtë problem dhe le të themi nuk e ecur lirshëm. Me një patericë të duhet të lëvizësh në shtëpi, të dalësh nga shtëpia, nëse nuk e ke atë patericë ti nuk ngrihesh dot dhe ajo që është akoma më dhimbshme është që ato pllaka të japin dhimbje në trup. Pas diskutohet, unë se kam dhimbjen dhe e kam mbetur këtu në vend. I dashur Blertan, do mbetemi bashkë në kontakt, uroj të bëhet më e mira për ty. Dhe uroj që të kryet sa më shpejt ai operacion dhe ti të gëzosh shëndet të plot. Kështu që të përshëndes dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Shëndet, shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, dëgjuam historinë e dhimbshme të Bertanit. Urojmë dhe shpresojmë që zëri i tij të dëgjohet dhe ta marrë ndihmën në kohën e dur dhe urojmë shërim të shpejt. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam me këto histori të dhimbshme
histori të vërteta njerëzore shqiptare që vinë dhe denoncojnë për të qenë pjesë e kësaj dritares time. Faleminderit të gjithëve për besimin dhe ritakojmë nesër në të njëjtën orë live ora 10 këtu tek kanali im në YouTube Odeta Dume Mandro. Faleminderit dhe mirupafshim.